11 mars i vitit 2019. Një datë që për shumë njerëz mund të qenë një ditë si gjithë të tjerët, por dy njerëz ndryshori për gjithmonë kuptimin e jetës. Atë ditë nisi historia e tyre. Një histori që sot mban peshën e 7 viteve dashuri, sakrificë, spritjeve, durimi, buzëqeshësh, lotësh, përqafimesh dhe ëndrash të ndërtuara bashkë. Sepse dashuria e vërtet nuk matet nga e bukura, matet nga mënyra se si dy njerëz zgjellin njëri tjetrin çdo ditë dhe në ditët më të vështira. Një histori që nisi larg syve tanë, por që ndoshta ishte shkruar shumë kohë më parë nga vetë fati. Dhe sonte, duke parë Kidën dhe Indritin përballësh, është e pamundur të mos besosh se disa shpirtra janë krijuar për të gjetur.